Shpesh duket sikur disa çështje harrohen për të mbuluar nga pluri i kohës. Herë janë çështje pa ndonjë rëndësi, herë pa ndonjë interes publik dhe herë dhe dosi të nxehta. E tillë është çështja e The Albanian Files, për t'u folë dhe me u shkruajt shumë ditë më parë. Pastaj askush nuk doli, nuk foli, nuk shkroi, askush nuk debatoi. Por ja që kjo patate e nxehtë nuk humbi kuzhinave tona plotin ndyrn, erza dhe piper. U rikthye në vëmendjen e opinionit publik nga disa media ndërkombëtare, duke ju referuar një reagimit të Lordit Nader Rothschild për butrintin e sfondur i shfaq dhe libri i kuq. Thelbi i The Albanian Files nuk është hetimi, por mund të kthehet në hetim pa ndonjë vështirësi. Libri i kuq voluminoz me 800 faqe të rënda përbën arkivën mbase më të madhe deri tani të një procesi urban në Shqipëri. Ai mbledh kontribute nga shumë studio ndërkombëtare që kanë punuar në Shqipëri në periudha të ndryshme dhe ende presin që të punojnë. Libri ka disa elemente interesantë që bashkojnë thuajse të gjithë rrëfimet e përfshira në të. Kontakti fillestar i studiove me Edi Ramës si kryebashkiak i Tiranës e më pas si kryeministri i vendit, hyrja e tyre në Shqipëri dhe përfshirja në projekte të mëdha urbane ose konceptuale. Dokumenti i dosjes shqiptare është dorëzuar tashmë në SPAK si pjesë e një kallëzimi penal ndaj Ramës. Megjithatë, në pritje të hapave që do të pasojnë këtë kallëzim, le të shohim pak brendinë e këtij libri që më shumë mundësi do të jetë një bombë me sigurisë të hequr. The Albanian Files paraqitet si një përmbledhje i gjerë projektesh arkitekturore dhe urbanistike që kanë ndikuar në mënyrën si është konceptuar zhvillimi i Shqipërisë në dekadat e fundit. Në thelb, ai nuk është një hetim, por një arkivim i ndërhyrjeve, ideve dhe vizioneve të një numri të madh studiosh ndërkombëtare që kanë punuar në vend. Ajo që bie në sy në shumë prej këtyre rrëfimeve është mënyra si këto studio kanë hyrë në kontekstin shqiptar dhe fakti që kontakti fillestar në një numër të konsiderueshëm rastesh lidhet me një nivel të lartë ekzekutiv dhe politik. Ai është Edi Rama. Në praktikën ndërkombëtare të arkitekturës dhe zhvillimit urban, angazhimi i studiove të mëdha nuk ndodh gjithmonë mbi bazën e një kontrate të sigurt apo të menjëhershme. Ka mekanizma të ndryshëm si konkurse ndërkombëtare, ftesat për propozime, studimet konceptuale apo hyrje strategjike në tregje të reja. Megjithatë, edhe në këto raste, studio serioze nuk investojnë burime të konsiderueshme, pa pasur të paktën një sinjal institucional apo ekonomik se projekti ka gjasa reale të zhvillohet. Libri i kuq tregon qartësisht si funksionon pushteti në këtë vendin tonë të vogël, si keq përdoren mekanizmat e tij, si shkelen nga qeveria ligjet dhe rregullat që ajo vetë ka miratuar. Kjo nuk ndodh në vendet e zhvilluara me demokraci të shëndetshme. Edhe atje drejtuesit ekzekutiv apo politik angazhohen personalisht në promovimin e investimeve strategjike, sidomos në fusha si urbanistika dhe turizmi. Shpesh ky angazhim është pjesë e diplomacisë ekonomike ose pasojë e një profili personal të liderit, i cili ka interes të veçantë për arkitekturën dhe planifikimin urban. Megjithatë, ka një kufi të qartë që ndalon ndërveprimin e personalizuar e të përsëritur. Ndryshe nga sa ndodh tek ne, ku mekanizmat standard të administratës publike zvendësohen nga marrëdhëniet direkte, pikërisht këtu lind dallimi mes niveleve të ndërveprimit në jetën institucionale. Askush nuk e mohon që lobimi ekonomik është një formë ndikimi i lejuar, por kërkon transparencë të lartë dhe rregullim të qartë. Ndërsa, ndikimi i palishëm përfaqëson devijimin e vendimarrjes publike në funksion të përfitimeve private dhe kërkon prova të qarta për t'u konfirmuar. Për shembull, a ka transparencë për takimet e kryeministrit me arkitektet e huaj të përfshirë në librin e kuq? A ka një protokoll të mbajtur për takimet e tyre, përfshirë minutat përkatëse të bisedës? Ku janë kryer këto takime? Në zyrat e shtetit apo ambiente private? A ka qenë formati i duhur në këto takime ashtu sikurse parashikon ligji shqiptar? Këto janë vetëm pak nga shumë pyetje që mund të shtrohen në këtë rast. Askush nuk të jep një përgjigje qoftë edhe formale. Kur takimet personale mbivendosen ose zëvendësojnë institucione të qarta, si tregojnë devijim të sistemit dhe orientim drejt interesave që nuk bashkohen askundi me ato të publikut. Një model i shëndetshëm institucional nuk varet nga individ, zyrtar a drejtues të lartë, qoftë presidenti, kryeministri apo ministri, por nga procese të standardizuara. Projektet madhore urbane zhvillohen përmes konkurseve të hapura ndërkombëtare me kritere të qarta, juri të pavarur dhe transparencë të plot dokumentare. Roli i qeverisë në këtë rast i kryeministrit kufizohet në përcaktimin e vizionit strategjik dhe buxheteve, ndërsa përzgjedhja teknike kalon përmes strukturave profesionale të pavarura. Ndarja e qartë e roleve institucionale ka rëndësi të madhe. Qeveria përcakton prioritetet, agjencitë teknike përgatisin kërkesat, jurit profesionale bëjnë vlerësimin dhe institucionet auditimin mbikëqyrin procesin. Në këtë mënyrë shmanget përqendrimi i vendimarrjes dhe reduktohet rreziku i personalizimit të projekteve publike. Transparenca bëhet rregull i përgjithshëm, jo përjashtim dhe çdo hap i procesit mund të auditohet dhe të verifikohet.
Në asnjë rast, shefi i qeverisë nuk ndërhyn as direkt dhe as indirekt në përzgjedhjen e studiove apo projekteve konkrete. Ai kufizohet në drejtimin strategjik dhe mbikëqyrjen institucionale. Këtë filtr përdor Evropa, të cilës ne duam t'i bashkohemi. Krejt e kundërta me këtë ligjësi dhe rregulla ndodh tek ne. Këtë e tregon qartë dhe troç, The Albanian Files. Sipas librit Rekrutimi i arkitektëve dhe studiove që po transformojnë vendin kalon në shumë pakduar, rrëfimet e arkitektëve apo përfaqësuesve të studiove të njohura janë më shumë se të sinqertë. Në një nga kapitujt e librit, arkitekti i një studio të njohur belge tregon takimin në kafenen e Universitetit Berlejsh në Rotterdam. Aty hyri një person i gjatë, i cili u prezantua si kryebashkiaku i Tiranës. 20 vite e kusur firma e De Gator vazhdon projektin për Tiranën dhe Vlorën. Një tjetër arkitekt tregon se pasi e takoi kryebashkiakun e Tiranës bashkë me një grup studentësh, ai argëtoi ata pa mas me barsoleta të tregtarëve venecian që guxonin të refuzonin mikpritjen shqiptare. Pak muaj më pas, ai e pyeti drejt për drejt: "A do të ndërtosh në Tiranë?" Në gusht të vitit 2013, Rama u bë kryeministër i vendit. Të njëjtët arkitekt kujtojnë atë kur i mblodhi në Bregdetin e Durrësit për të diskutuar të ardhmen e mandatit të tij. Në këtë shëtitje verore ka qenë dhe përfaqësuesi i studios së dytë më të madhe që përmendet në libër, me plot 36 projekte, por që në asnjë rast nuk identifikohet zhvilluesi. Tek Albanian Files studio pranon se është ftuar drejt për drejt nga Rama për konkursin e parë ndërkombëtar. Po ashtu pranon që nuk ka fituar asnjë konkurs në Shqipëri, por vetë kryeministri i ka dërguar investitor për të bërë fasadën e kullës Coin. Por në fund Rama ka qenë i pakënaqur. Studioja thot se nuk i kishin përmbushur pritshmëritë e tij estetike. I famshmi Stefano Boeri ka patur një rrugtim paksa ndryshe nga të tjerët, por në finale dhe ai mbërriti në të njëjtin destinacion. Në vitin 2008, përpara se të zhvillonte projekte në Shqipëri, ai e konsideroi Ramën, atëherë kryebashkiak i Tiranës, si një nga 3 politikanët e aftë të ndryshojnë botën. 5 vite më pas, kur Rama u bë kryetar i qeverisë, Boeri fiton konkursin për të hartuar 2 nga projektet më të kontestuara të kryeqytetit, planin urbanistik i Tiranës 2030 dhe Tirana Riverside. Me pak ndryshime as pak thelbësore, e njëjta histori përsëritet në kapitujt e tjerë ku arkitektët nuk e përshkruajnë veten si të punësuar, por të zgjedhur për të zhvilluar projekte në Shqipëri. Ndërsa redaktoria e librit Anek Ablekej, e cila ka shkruar hyrjen e librit të kuq pas parathënies së Ramës, e thot hapur se nuk mund të ndajë arkitekturën nga pushteti. Ajo e përshkruan zhvilluesin thjesht si investitor, nismëtar, negociator, ndonjëherë spekulator. Nga lënda që përmban The Albanian Files dhe verifikimet e mëtejshme, rezulton se deri tani janë ndërtuar 57 projekte të përmendura në këtë libër. 53 po ndërtohen, 47 presin lejen. Për të tjera nuk ka të dhëna zyrtare dhe nuk dihet gjë për fatin e tyre. Por s'pak mund të zbardhë jo vetëm fatin e tyre, por ka aq shumë të dhëna në dispozicion për të kuptuar si ka funksionuar dhe mbase ende funksionon mekanizmi i dhunshëm që ka tjetërsuar pa të drejtë miliona metra katror tokë e çmuar publike në Tiranë dhe zonat më të lakmuara të Bregdetit nga veriu në jug. Betonizimin e vendit me kulla e resorte pafund dhe pastrimin e parave të fituara nga droga dhe krimi. Le të ndëshkoj atë ose ata që lëvizin dhe ushqin këtë mekanizëm barbar. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.